Tomosi patrikanor dhe sinodik, i bekimin e udhëtimit të saj të pandërprerë, kundrejt popullit të shprestarëve, nuk rresh së zbatuarin detyrën e kujdesimit të shenjtë, çdo herë në mënyrën e duhur të konceptimit sipas kohës dhe vendit. Kur është e nevojshme, plotëson dhuratat e saj më të begata për plotësimin e nevojave që dalin, në mënyrë që administrimi i punëve kishtare të bëhet për ta pa pengesa dhe frutshmëria më Zotit, e cila është padyshim qëllimi. Kështu pra edhe tani, me qenëse të krishterët shprestarë ortodoks dhe të bekuarit prej Perëndisë shtetërisht kishtar, ju drejtuan frontit tonë të shenjtë apostolik dhe patrikanor në shtrenjtë e fuqishme të të cilit, si trashëgimi e thyer prej shekujsh, kanë gjetur mbrojtje, e me hirin e Krishtit në vreshtin e tij kanë gjetur shpëtim, morën guximin të drejtohen atij si një nënë të dhëmshur, duke parashtruar nevojat e tyre të tanishme kishtare, me urimin e ngrohtë dhe kërkesën që zona e tyre kishtare të bekohet dhe të shpallën provincë kishtare në vete, e pavarur autoqefale. Përderisa në kushtet e reja të situatës së atjeshme politike, vetëm ky organizim mund të ndikojë për mirëmbajtjen dhe zhvillimin e punëve kishtare dhe të jetë mjaft të sigurojë dhe të përçojë përparimin e pandërprerë të tyre në përparimin e tërësisë të shtetit të bekuar shqiptar. Vetë shteti i perëndit mbrojtjes shqiptar, duke kujdesur në mënyrë të besueshme për mbarvajtjen pa pengesa e të lirë të mbështetësve të vetë, ka ofruar garanci për mëvetësinë dhe lirinë e plotë të kishës ortodokse, e cila gjendet brenda kufijve të tij. Prandaj dhe modestia jonë, së bashku me fortë të shenjtët mitropolit që na rrethojnë, dhe fortë të ndershmit vëllezër për shpirtin e shenjtë dhe bashkëmeshatar, duke shkërtuar me interesim këtë dashuri, kërkesën e tyre pirësore, dhe me udhëheqjes dispozitat dhe kanoneve të shenjta dhe rendin e praktikën kishtare, vendosën të pranojmë me dashamirësi kërkesën që na drejtuan mbi tanë shpirtëror të krishterë ortodoks të Shqipërisë dhe të japim nga ajo bekimin dhe miratimin për një organizim të pavarur dhe autoqefal të punëve të tyre kishtare. Duke shpallur dhe duke qëpuar pra edhe sinodikisht në shpirtin e shenjtë, urdhërojmë dhe shpallim në këtë çaste të hareshme, që të gjitha provincat dhe komunitetet ortodokse që ndodhen brenda të perëndishpëtuarit shtet shqiptar, të jenë këtë jetutje të bashkuara në një organizim të pavarur e autoqefal kishtar me emërtimin Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë. Kjo kishë, e cila është motra jonë shpirtërore, të rregullojë dhe të administrojë këtë jetutje çështjet e saj kishtare në mënyrë të pavarur e autoqefale, sipas rendit të drejtave sovrane edhe të kishave të tjera ortodokse autoqefale, të ketë të njësi autoritetin suprem administrativ kishtar, sinodin e shenjtë, të përbërë për kryeministrive ortodoks kanonik të Shqipërisë, me kryetarët e tij çdo herë, por të hirshëm për episkopin e Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë, për zbatimin e unitetit të shenjtë kanonik, me pronin tonë fort të shenjtë apostolik, patrikanor, ekumenik, dhe të gjitha kishat ortodokse autoqefale, si dhe për të dëshmuar këtë, fort i hirshëm i kryepiskop i çdo hershëm i Tiranës dhe i gjithë Shqipërisë, ka për detyrë që sipas rendit të kishës së shenjtë ortodokse të njoftoj për zgjedhjen dhe hypjen e tij në Frankë nëpërmjet letrave pronëzuese, edhe kishën tonë të madhe të Krishtit dhe të gjitha kishat ortodokse autoqefale motra. Po ashtu, do të bëjë për këtë qëllim homologjinë dhe premtimin e parashikuar në lidhje me zbatimin e padevijueshëm të besimit dhe shpresëtarisë ortodokse prej kishës së shenjtë drejton dhe që i është besuar. Gjithçka e tjetër që kanonet e shenjta hyjnore dhe rrethët e kishës së shenjtë ortodokse urdhërojnë, si dhe të kujtojë sipas rendit në diptik emrin e patrikut ekumenik dhe të patrikëve të tjerë fort të shenjtë,
dhe kryetarët e fortë të hirshëm të kishave të shenjta ortodokse apo kefale. Urdhërojmë gjithashtu që edhe kisha ortodokse apo kefale në botën e Shqipërisë të marrë mirën e shenjtë të kishës sonë të madhe të Krishtit. Po ashtu rekomandojmë që për çështje apo paqartësi të një natyre të përgjithshme kishtare, të cilat i ka përcejnë caqet e jurisdiksionit të kishave të kefale në veçanti, fort i hirshmi, kryepiskopi i Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, të drejtohet fronit tonë të shenjtë ekumenik, nëpërmjet të cilit realizohet fungimi me çdo episkopat ortodoksëve, shpjegues të drejtë të së vërtetës, duke kërkuar në këtë mënyrë mendimin dhe opinionin e vlefshëm të kishave motra. Duke gjykuar pranë këtë mënyrë, gjë që pasqyrohet në ato çka vendosën të piratuan për dedhen e rregullit sinodike të 12 prillit të këtij viti, vërtetojmë për të gjithë kohën dhe nëpërmjet këtij tomosi patriarkanor dhe sinodik, të shkruar e të përshkruar në kodikun e kishës sonë të madhe të Krishtit, i cili është peshuar dhe dërguar njëkohësisht me përmbajtje të njëjtë të pandryshuar, edhe fort të hirshmit kryepiskopit të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, vëllai tonë të dashur dhe bashkëmeshatari, Zoti Kristofor, kryetari i Sinodit të Shenjtë të Kishës së Shenjtë Ortodokse dhe Kefale të Shqipërisë. Urojmë që Perëndia me hirin dhe mëshirën e të parit dhe të madhin kryeprist të Bariut Krisht, të mbështesë gjithmonë të themeluarën me sukses Kishë Ortodokse dhe Kefale të Shqipërisë, e të shtojë të përçojë drejt saj hirin dhe bekimin e tij për lavdit dhe emrin të shenjtë, e në dobit të tërësisë shpresëtare të saj, si dhe në të gjithë kohë për ngazëllimin e gjithë kishave të shenjta ato Kefale motra. Në vitin shpëtimtar 1977, muaj prill 12, Epimenezi i Pest, Shpreh, Patriku i Konstantinopolis Benjamin, Maksimi i Arkidhomës, Polikarpi i Prusës, Gjermanoi i Sardës dhe Qisedricë, Leoni i Theodoropoulit, Meleti i Kristopolit, Gjermanoi i Joakimi i Dherkës, Tomai i Principonesit, Genadi i Liopolit, Konstantini i Rinopolit dhe Dorotheu i Lodhëqisë. Do të shtoj një diçka që se sot kemi shtoj ditorin të kefalisë, sepse përveç shpalljes para 70 vjetësh, ato kefalia nuk pati një jetë gjallë. Madje 2 vite ishin rrajtësh që kisha ishte ato kefale, sepse 39 herë të pushtimit italian, dhe mbasi ishte regjimi komunist, kisha ndodhi në një presion shumë të madh. Dhe kur kisha këtu dhe kur patriarkana ekumenike mori iniciativën, dhe caktoi kryepiskopin tonë dashur të ardhur këtu, unë besoj që të gjithë do ta dini që një nga mbrojtësit të kefalisë së kishës u tregua kryepiskopi, sepse shumë zëra filluan të flisnin që megjithëse kisha është e shkatëruar dhe nuk ekziston më, atëherë do thotë që edhe kefalia nuk ekziston më. E këto zëra ishin dhe kanonistë të dëgjuar, dhe njerëz të shquar të kisha ortodokse. Dhe kryepiskopi për ardhmën këtu vendosi 3 kushte, një nga të cilët pikërisht ishte që njohja e ato kefalisë. Dhe jo vetëm njohja e kefalisë, por kërkesa të vinte siç erdhi për tomosin nga vetë kisha këtu. Kjo që ishte kisha jonë, që i kërkoi përsëri patriarkanës që të themelonte dhe të rivendosë sinodin dhe kryepiskopin. Dhe forcimi i ato kefalisë së vërtetë dhe plotësimi i hierarkisë kishtare është vepër pa diskutim e kryepiskopit Anastas. Dhe unë besoj që jo vetëm që ato gjëra që shkruajnë janë pa vërteta, por e kundërta është e vërtetë, sepse kryepiskopi u tregua gjatë gjithë këtyre viteve mbrojtësi, konsoliduesi dhe forcimi i kësaj ato kefalie. Dhe siç e përmendi edhe më parë kryepiskopi, ato kefalia nuk është vetëm thjesht i pavarur nga kishat e tjera, sepse me kishat e tjera ne jemi lidhur në mënyrë dogmatike, po ato kefalia është e pavarur nga çdo grupim që mundohet jashtë ose brenda vendit, siç theksohet edhe tek Tomosi, i cili shteti e saj kohe shqiptare i dha garanci patriarkanës që nuk do ndërhynte në çështjet e brendshme të kishës, dhe kjo ishte edhe një nga arsyet që patriarkana dha ato kefali. Kjo ato kefali është projita dhe sot që shteti do të garantojë pavarësinë e brendshme të kishës sonë ortodokse. Dhe unë, me qenë se kam rastin sot, do të shpreh falënderimin për kryepiskopin
për veprën e tij të madhe, jo vetëm në rindërtimin e kishës, që është gjëja themelore, po dhe në forcimin dhe në konsolidimin e kësaj apostolike. Perëndia të japë jetë gjatë, të japë fuqi për të mirën tonë dhe për të mirën e gjithë krishterëve ortodoks, lutem.